Dhe pakor në ndajnë nga nisja e prajmit të radhës të Big Brother VIP Albania. Banorët bëjnë afërsisht 100 ditë qëndrimi në shtëpi. Dhe sot do të përcaktohet edhe data se kur do të jetë finale e madhe e Big Brother VIP Albania. Dhe teksa i afrohemi fundit, gara bëhet edhe më e fortë dhe sigurisht kurioziteti të gjithëve është se kush do të largohet sot në shtëpia mes Gertës, Aldos dhe Josit. Sondazhe të ndryshme janë hapur për të parë se kush do të largohet. Në sondazhin e Zona VIP me pyetjen "Të doni të shpëtoni?", kemi këto rezultate. 42% shpëtojnë Aldon, 32% shpëtojnë Josin, 26% shpëtojnë Gertën. Shohim se sipas këtij sondazhi e rrezikuara për të dalë është Gerta. Por po të shohim sondazhin e vet Top Channel në website-in e Top Albania Radio me pyetjen "Cili nga banorët mendoni se do të lërë shtëpinë?", kemi këto rezultate. 50% kanë votuar se sot të largohet Aldo, 26% kanë votuar për Jozin dhe 4% kanë votuar për Gertën. Dhe në fakt, banori që do të largohet sot është pikërisht Aldo, pasi për produksionin, Aldo s'ka çfarë të japë të tepër në shtëpi. Ndërsa Josi ka ende një histori dashurie me Loredanin, ndërsa Gerta vazhdon të ketë përkrahjen e produksionit, pasi ishin ata që rikthyen pas daljes me zarf të zi. Po ju si mendoni, kush do të largohet sot? Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.